Shpesh shohim që për rrugë shohim gjysher të vetmuar që ecin vetëm bashkë me bashkëshorten ose ndonjëherë dhe vetëm. Edhe siç duket Shqipëria me këtë ikjen e madhe të rinjve kanë ngelur dhe gjyshit vetëm. Çfarë po i ndodh Shqipërisë? Në vitet 90 ne klasifikoheshim si vendet me mesataren më të re të tre brezave, ku delte një lloj numërimi apo një lloj filloi edhe njëri. Filloi. Pyetjen e kam. Në vitet 90 vlerësimi demografik i popullsisë shqiptare prezantohesh edhe nga vendi, statistikat po edhe nga tuajt si gjenerata, si populli më i ri në Europë. Sepse dominonte ose ishte pjesa më e madhe e tyre dy brezat e rinj, mosha fjala 1-2 deri në moshë kollore 20 vjeç, 25 vjeç, edhe mosha tjetër e mesatare 25, 50, 60, moshë e punës, përsëri ishte një numër shumë të madh. Ndërkohë, në vitet 2013-15, po të vëshre, unë nuk shoh më studentat e mi, që përplaseshin gjatë ditës, ku kishe një ëndër, do bëhesh jurist, do bëhesh një inxhinier, nuk i shoh më, nuk i prek më këta. Dhe shoh më shumë shoh moshën e tretë, burrë grua, shpeshherë, po edhe vetëm, shpeshherë gjyshtit vetëm, ose nënat vetëm, dhe nuk shoh atë që është më kryesorja për gjyshtit. Dalja në shumicën, po kështu në 1, 2, 3 në 100 veta edhe ka, sigurisht. Siç ka dhe gocat e reja, që janë të veçaras apo të gjimnazit, edhe ka. Por shumica në për trotuare që shkëmbehesh, apo të zbrite nga autobusi, apo në për kafenera, shefë një moshë pothuajse të thyer. I kam bërë re me kujdes se sa të prekur ndihen gjyshit. Krahasim me nënat, që nënat edhe ka një lloj tjetri qasje me jetën. Gjyshit mendoj unë janë më shumë pacient, janë më shumë të depersonalizuar, janë më shumë të mënjanuar, edhe nga të tjerët, edhe nga vetvetja. Sepse gjyshi mund të jetë ndoshta nga të paktet rasta që gjyshi nuk prek dot niprit. Këto që janë termine që quhen këto mbarimet nervore të thotë edhe Kurani, po edhe Bibla deri diku. Edhe librat e tjerë, psikologjike thonë që mbarimet nervore të trurit, si në kem poshtë, po edhe ke mollzat e gishtinjve, ke duart. Dhe sot marrëdhënia gjysh me nipër është shumë në shkallën e saj më të ulët. Shumë pak gjen që të kesh 3 brezat afër gjyshit për këdhel nipin bie. Shumë pak, sepse 80-90% e shqiptarëve i kanë fëmijë të jashtëtetit. Nuk është puna që fëmijën e rriti, e deshi, e përkëdheli, e martoi, iku dakord në punën e vet, u nda, pa ama ajo që mbyllet cikli i jetës, si një gjyshi, është përkëdhelja e nipit, atë që ai donte ta bënte dhe nuk ja bëri dot, plotësoi dot fëmia, mori një drejtim tjetër bie fjala. Nësa me nipin gjyshi mbyll ciklin e dëshirave të veta. Prandaj edhe përkëdhelja që edhe po t'i vësh re, gjithë niprit, gjithë ta fëmijët apo shkrimtarët e mëdhenj, po t'i vësh re, këta kulturën e parësore e ka nga gjyshi. Çai ka shpjeguar gjyshi, si ka përkëdhelur gjyshi, çai gjuhë ka folur gjyshi për vendin, për vatanin, për gjuhën bie fjala, për patriotizmin. Prandaj edhe ka qenë lauta apo kanuni apo e drejta tjetër doksore shqiptare, për cilë është me shkrim, për cilë është me gjyshi me nipin. Prandaj edhe janë vërteta gjitha epopet, legjenda, dëma janë shumë herë më të vërteta se sa ata që shkruanin, sepse kur shkruante, ai shkruante në varësi si e donte pushtetin dhe gdinjente dhe mashtronte. Nësa e vërteta e thon gjyshit e nipi, qëmoti, është shumë herë me pastër, me çlirët, edhe më afër realitetit. Ndërkohë sot nuk ekziston kjo marrëdhënie. Gjyshtit edhe kur ka raste që gjyshi përkëdhel nipin, nipi flet në gjuhë të huajti. Amerikanëse, angleze, gjermane, belge, italiane, greke sidomos. Pra gjyshi nuk ndjen dot kënaqësinë e jetës e mbylljes ciklit vet. Që tamam lind si fëmijë, zhvillohet si një burr,
i madh, i mirë, i plot, edhe mbyllet prapë ciklit si fëmijë. Edhe duke komunikuar me fëmijët, ai jetën e ka më të shëndetshme. Prandaj po t'i vësh re, gjyshi shqiptar pothuajse gjithë pacient të prekur, jo nga thjesht ato sëmundje që mund të kemi diskutuar me qindra herë. Diku mjedisore, diku të ardhur nga rrethanat përreth, diku të ardhur nga ilaçet e shumta, diku të ardhur nga vetmia, por një gjë është e vërtet, që fëmijët, kur njeriu bëhet gjysh, më shumë bëhen me nenën ti. Bëhen me nenën ti fëmijët. Dhe dyta, nenat hedhin vickla në shumicën e rasteve, mbas atyreve. I bori fëmijët, siguroi edhe canipër me fëmijët, nena, edhe më shumë edhe vitë rallë, jo rallë, nuk e them këtë rallë apo dëndur, por që ndodh shpesh që nenat nuk e trajtojnë mirë gjyshin, burin e tyre. E lën pak minjana si. Megjithëse i ka lënë pasurinë, i ka lënë diturinë, i ka rritur fëmijët, ka qenë tamam kali apo pela apo gomari i shtëpisë, ky babati, ky gjysh. Dhe bjen momenti që ai masi shikon që edhe gruaja e ca visla në moshë 3, po edhe djemët sigurisht bëhen me nenën, kështu që kanë ata që kanë vajza, ata janë të mbreta, ata shpëtojnë ata ti. Nga kjo që po flasim. Vetëm kur ke vajza, po e shpëton ti. Se vajzën genetikisht ti dhe me baban. Po ajo që ndodh më shumë ti lëm këto të tjerat, ajo që ndodh më shumë për mua është gjyshit nuk arrin të përkëllelin nipin, që është vetvetja, është gjenerimi i vetvetes, atë që s'bëri dot kur ishte i ri apo i vogël apo në moshën e tij madhore, atë që nuk ka plotësoj dot fëmia ti, ai e kërkon ke nipi, që transmeton o me melodi, o me këngë, o me përkëllelje, o me i tregim, o me i prall, o me i dalje, o me i shëtitje, edhe ai nuk e gjen dot të nip. E pse edhe kur në shumicën e rasteve, pse edhe kur e gjen në një gjuhë tjetër. Po gjuha tjetër prandaj kombi quhet atë më mëdheti. Se ka një gjuhë. Dhe kur e gjen një gjuhë tjetër, ai nuk ka atë afeksionin, atë dashurinë, e ka dashuri gjaku, po jo dashuri shpirtërore pa, sepse është gjuha që e lidh. Dhe unë mendoj që një nga rastet në Shqipëri ku gjyshit janë më shumë pacient se ç'duhet, e gjeta fjalën, më shumë pacient se ç'duhet, jo vetëm për shkak të ilaçeve, jo vetëm për shkak të fëmijëve të rritur që të mos djem që më njanjojnë baban se bëhen ditur. Kur vdes babai, atëherë kujtohet fëmia, babai im është i ditur ti. Babai im ka qenë burr ti. Vetëm kur vdes babai ti. Unë për vete jam betuar kur më ka vdekur babai që të bëj se ma mësonte se si dua vendit, por merresha me inxhinierin, nuk lexoja libra historinë. Në 97 ka vdekur babai, jam betuar. Ai më mësonte me librat e frashënjotëve, të dajlarëve të veti. Nuk kisha lexuar libra deri në 97 për historinë. Jam betuar në varr babai ditën që ka vdekur, ndoshta ma sillte Aleksandri Madh që betohesh me varrin e Akilit. Kjo ishte edhe për qeshur që kështu, po edhe për ta treguar që po e kisha këtë mendje, që Aleksandri vinte në varrin e Akilit të gjyshëve të gjyshit vet. Edhe unë e kisha pranë baban. Edhe jam betuar të merrem dhe të mbroj dhe të ngre vlerat e shqiptarisë. Që nga e kohë, në 97-ën, unë kam filluar të merrem me libra historie dhe në 2005 fillova të shkruaj për e parë libra histori apo gjuhësia apo etnokulturë shqiptare. Pra do të them që gjyshi që ka një kënaqësi të madhe ta përsjellë diturinë e vet. Ose them vet, unë shumë gjëra kam mësuar nga gjyshja. Më dalin i vogël isha, 5 vjeç deri në 22-3 vjeç më mend dola inxhinier dhe gjyshin e shikoja. Ishin nga vepit nipër që çoja gjyshes atë që nuk e jepte Ramiz Aliaj, si pjesëtare që kanë ndihmuar me veshje, me rroba, me çdo gjë Ushtria Nacionale Shqiptare. Dhe ata nuk i dhanë dot një pension 1000 lekë ishte atëherë. Ja jepja unë gjyshes. 2, 3, 4, 5 vjet që isha inxhinier. Dhe po nga gjyshja mësoja shumë. Edhe shumë gjëra i kam kthyer në letra, i kam kthyer në dituri, i kam kthyer në libra, shumë gjëra nga gjyshja. Pra, ta mbyll që gjyshti sot përpos atyre që tham nga vetë shoqja që u ul marrëdhëniet me burin moshën e tretë, nga vetë djemt sidomos që e ulin respektin në moshën e tretë, me baban e tyre. Por ajo që do ishte një zëvendësim i një pasioni, i një dëshire të paplotësuar të gjyshin e niprit, kjo ul më shumë akoma. Edhe kjo e kthen gjyshin pacient, pothuajse.
ja shton sëmundjet. Kjo përkëdhelja që është lehtësim, që është zëvendësim i dëshirave, që është kjo prekje që bën gjyshi niprave, është një përcjellje dashurie, po edhe merr. Tamam si snoth që ti përkëdhel qenin. Me vërtet ti aty ti vjen mirë, qeni macja, po ndërkohë ti merr një lloj energjie deri në 6 volt, mund ta marrë gjyshi nga nipi tensionin. 3, 4, 5, 6 volt që i bën mirë zëmrës. Ajo përkëdhelje. Tamam si kafshë që përkëdhel. E njëjta gjë është gjyshi me nipin që nuk ndot. Edhe kur ndot, rrallë, me ata që vinë 2 herë në vit, apo 1 herë në 2 vjet nga Amerika, është marrëdhënie shumë e dobët, për shkak të gjuhëve ndryshme, se imagjinohet që i vetëm i popull në botë. Për të jam i bindur që shqiptarët me një bres ndrojnë gjuhën, nuk flasin me atë, se këtë e tregojnë edhe aktorët e mëdhenj shqiptarët. Gjim Belushi mande mend fjalën faleminderit edhe. Gjon Belushi mande mend fjalën kaparat. Deni DeVito thoshte që gjyshin e mi pjesin një gjuhë grek, më duket, po unë nuk e di çfarë gjuhë ishte. Josep Deoguarti të njëjtin gjë, u bëra 50 vjeç, pastaj e mora vesh që gjuha e gjyshit ishte shqip. Arbanitas, ministra, kryeministra pafund, që gjithë thonë që në shtëpinë tonë flitet shqip gjyshi. Dhe pse gjuha shqipe me një bres shndrohet në një gjuhë tjetër, kjo është studim tjetër dhe kjo është një çështje tjetër që mund t'i futemi më vonë. Por përfundimisht gjyshi bëhet më shumë pacient për shkak se nuk përkëdhel atë që quhet zëvendësim apo lehtësim apo kënaqësia e fundit e jetës vet, përkëdhelja e niprave. Kjo është